Si e sheni trafikun? Mos vetë hiç thojnë na. Pse? Çfarë katastrofë. Gjysore të vinë. Shoni ndonjëherë. Shojmë shpesh valla. Çka mendoni, apo zisin manierë femnat apo mashkujt? Mashkujt. Mashkujt. Femrat janë më problematikë në komunikacion. A kishin ndryshuar diçka në trafik? Shumë kishin ndryshuar. Çka për shembull? Ka shumë masa që mund më ndërmarrë si kundërshtetet e njoftën evropiane, por tash është shumë temë gjanë. Po me policia japin ndonjëherë gjop pa nevojshme? Jo, policia është ajo që është absolutisht e pa interesuar për trafikun, i sheh në semafora kryesor për shembull, njerëzit bojnë kundërvojtje ndryshme, edhe ata veç këshyrin. Ata aty so për syje faqe, so për marr rrogën, e jo për me kontrollu trafikun. Edhe më shumë ti këshyrin kremësorët, nga se nuk i këshyrin as pak. Mirë vozisin femrat apo mashkët në komunikacion? Varet. Ju si e Prej profesionit. Ju si e sheni? A keni probleme, hasni probleme në komunikacion apo në trafik? Normal, ka probleme si gjithkohë. Cilat janë probleme më shumë që hasni? A shoni ndonjëherë ku jeni? Jo, nuk shoj. Jam që u bënë nervoz më herët në komunikacion, pse? Maru me kallabllak, maru me kallabllokit. A po e pengon këtë trafiku a çka? Po na pengon trafiku ball valla. E si sheni ju komunikacion trafikun? Katastrofë. A shoni ndonjëherë kështu sikur më herët? Wallahi ka herë shojna. Apo? Shojna se i kanë fojë të trafikut. E çka mendon, a më mirë vozisin femnat apo mashkët? Mashkujt me femrat janë të i bo këtë allavit. Këto. Krejt të allavit janë të i bo Çka ju femrat. bën nervoz më shumë në komunikacion? Për shembull, e pam që sa çaj rrogën dikush, apo çka? Po hin kryes, njërin ndjat njërin mojt edhe tani jetë shprastina gjys kilometre. E me policia, çka mendoni për trafike? Për gjoba? Për gjoba policia s'janë kërkon hiç. Çka ju bën më shumë të nervoz në komunikacion? Ma shumë të mos respektimi, domethënë, i sinjaleve, A më mirë mendoni që vozisin femrat apo meshkujt? nuk më me përcaktu në qini. Apo jo? Mbati shofer. Policia, mendoni ndonjëherë që japin gjoba pa nevojë apo janë gjithmonë të arsyeshme? Nuk e kam atë përvojë. Katastrofë, për shërë vetë. A shoni në trafik? Ja, ma shfarë, se Kush ke vozit më mirë mendoni? Meshkujt apo femrat? Meshkujt. E cilat janë çka ju bën nervoz më shumë në trafik? Qa më thonë, komësur kur pa dolin në vene pa caktume. Pa caktuar.